21 tetor njihet si dita botërore e të moshuarve, një ditë që shërben për të reflektuar sadopak për politikat që ndiqen ndaj kësaj kategorie të shoqërisë, problematikat me të cilat ata përballen dhe zgjidhjet që duhet të merren, sepse moshimi i popullsisë është një triumf i shoqërisë moderne. Njerëzit po jetojnë gjithmonë më shumë, por bashkë me këtë lindin edhe problemet që kërkojnë zgjidhje. Rudina Rama është në studio me ne, ajo vjen nga Rider Albania, një organizant që kujdeset për të moshuarit dhe ka, si thua, gishtin tek pulsi i këtyre problematikave. Do të na ndihmoj të kuptojmë pak më mirë se cilat janë ato për të moshuarit në vendin tonë këtu në Shqipëri. Rudina, mirë se ka ardhur. Është kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjes, Rudina. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta, shumë faleminderit. Po për ta nisur si fillim me problematikat ose sfidat kryesore që kanë të moshuarit në vendin tonë, ose dhe ato problematika që ata më së shumti shprehen. Të moshuarit në vendin tonë, por jo vetëm, kanë problematika të shumëfishta. Duke filluar që me sëmundjet e ndryshme që ata mund të preken për shkak të moshës, por njëkohësisht një sër problemesh tjera që i shoqërojnë ata lidhen me izolimin social, me pamundësinë për të kryer shumë veprimtari që më herët i kryenin shumë lirshëm dhe pas një lloj sforco. Të moshuarit shpesh kanë probleme me ankthin, me depresionin, me pamundësinë për të adresuar nevojat e tyre, çështje të cilat shpesh herë ne i injorojmë ose i pranojmë si mos e normale, sepse ata janë të moshuar, gjë që absolutisht nuk është normale, nuk do të jetë tjetër ashtu. Absolutisht jo. Në fakt, një studim i cili është realizuar së fundmi në Shqipëri flet se 93% e të moshuar në vendin tonë, burim kryesor të ardhurash kanë pensionin e pleqërisë. Njëkohësisht shumë prej tyre vuajnë nga të paktën 4 sëmundje dhe po një numër i konsiderueshëm kanë probleme që lidhen me pasigurinë, me pamundësinë që ata të aksesojnë shërbime të ndryshme që mund të jenë në komunitetin e tyre, sado të vogla apo le të themi të papërfillshme. Pra, do të thotë që neve mund të kemi disa shërbime, ose dhe jo, po supozojmë që kemi, por nuk mjafton. Atyre duhet i krijohet mundësia për të cilën ata të bëjnë lidhjen ndërmjet, le të themi, vendit ku ato banojnë dhe shërbimeve që ato duhet të aksesojnë. Pra ne nuk mund ta marrim të mirëqen që të moshuarit janë po aq të informuar sa grup moshat e tjera të shoqërisë. Ne nuk mund të marrim të mirëqen që të moshuarit mundet që të mbajnë ritmin e grup moshave të tjera të shoqërisë. Pra ne sot po përjetojmë, le të themi, ose po jetojmë në një kohë ku zhvillimi, digitalizimi e tjera me radhë kanë një vrull të jashtëzakonshëm. Është e vështirë për ne, imagjino për ata. Për moshën e tretë, le të themi, është e vështirë që t'i kuptojnë dhe jo më që t'i zbatojnë procese të tilla. Dhe në momentin kur neve hasemi dhe përballemi pikërisht le të themi me situata të tilla, kush është reagimi më njerëzor që mund të ndodhë? Neve ose distancohemi dhe tërhiqemi, ose në një farë mënyrë bëjmë përpjekje të pa mirë orientuara për t'i zgjidhur ato. Pra, të moshuarit kanë nevojë të informohen, të moshuarit kanë nevojë të dëgjohen, të moshuarit kanë nevojë të ndihmohen. Si po ju shërbejmë neve të moshuarve? Si po i ndihmojmë në këtë aspekt? Kulturalisht, të moshuarit të paktën në kontekstin shqiptar dhe përballen shpesh herë me një boshllëk shumë të madh. Për momentin se si ata e kanë projektuar të ardhmen e tyre apo moshimin e tyre dhe me ata me cilën ata po përballen. Pra, tradicionalisht në Shqipëri të moshuarit mendonin që kur të dalin në pension do kujdesen për nipat, për mbesat, do kenë ato rolin e tyre mjaft të rëndësishëm në familje, sepse kështu ka qenë modeli i tyre kur ata kanë qenë të ri dhe për vite me radhë. Modeli sakrificës. Dhe në momentin që ata vetë tashmë po dalin pension, po përballen me një realitet krejt tjetër. Shpesh herë dhe rëndom, sidomos në qytetet e mëdha, ata jetojnë vetëm. Shpesh herë jetojnë dhe pa partnerin, i cili mund të ketë ndruar jetë.
shpeshherë mund të jetojnë mbas edhe në banesa ku komuniteti, fqinjët kanë ndryshuar dhe nuk janë më të njëjtit, kështu që ata ndjehen të shkëputur nga shoqëria, të izoluar nga shoqëria dhe ajo që është më rëndësishme është që nuk po munden më të orientohen ndërmjet asaj që kishin projektuar dhe me atë për cilën duat të bëjnë. Pra një i moshuar i cili nuk ka fqinjët për të ndruar një bisedë, për të shkëmbyer një kafe mëngjesi, apo edhe për le të themi për të biseduar me ta, është i pa orientuar. Ne shpesh themi që të moshuarit apo dhe personat që kanë probleme të ndryshme duhet shkojnë në pranë njësive administrative, duhet shkojnë pranë qendrave komunitare, aty ku ato ekzistojnë, apo duhet shkojnë në shërbime të tjera. Ne e themi këtë si një gjë mos e normale, pa ai që është i moshuar, domosdoshmërisht e posedon këtë informacion, e ka këtë informacion, që në momentin që unë kam nevojë, ku duhet të trokas? Ku duhet të orientohem? Kush ma zgjidh këtë lloj problemi? Po edhe ne që i përkasim grup moshave të tjera, nëse ne kemi një problem i cili nuk lidhet me formimin ton, me fushën ton të ekspertizës, ne gjithmonë ngrejmë supe dhe themi kë duhet pyesim dikë i cili mund të na ndihmojë dhe mund të na orientojë. Sepse kështu është ndërtuar shoqëria jonë në baza marrëdhëniesh ndërpersonale, miqësie, njohjesh. Ndërkohë që ne nuk është se jemi një shoqëri shumë e institucionalizuar, që të them që në momentin që un kam një problem qoftë shëndetësor, për fat të keq, ne jemi më të predispozuar të marrim në telefon një mik, një shok që e dim që ka kaluar ato përvojë, sesa të shkojmë dhe trokasim te mjeku i familjes, i cili është ai që duhet mbuloj problemet tona shëndetësore. Ose në qoftë se kemi një problem ligjor apo në qoftë se kemi një problem financiar, ekonomik, hajde të diskutojmë bashkë nesër ku do shkojmë në qoftë se përballemi me një problem të tillë. Kur pyes ku do shkojmë, nuk e kam fjalën te një mik, te një shok që e dim që ka një formim të caktuar. Ku adresohesh në shtet? Cila derë duhet të trokasim? Pra, ne të moshuarit në mënyrë mbas të paqëllimshme, sepse të moshuarit për cilën ne po flasim janë familjarët tanë, janë prindit tanë. Po prandaj e theksoj që në mënyrë të paqëllimshme i kemi lënë në një anë dhe i kemi thonë tani që na ndihmove, na rrite, investove, u kujdese, sakrifikove, tani ri aty dhe prit se mbase dikush. Është një mirëpafshim dhe lam të mirë, e thënë pa fjalë aty, po diçka që bën përshtypje tek ajo që the është kur ata kishin projektuar vetë ndryshe, mbaj mend për shembull gjyshrit e mi që jetonin në të njëjtën shtëpi ku edhe unë jam rritur. Dhe gjyshja ishte pak matriarkat atje, dhe gjyshi ishte shumë i mirë i fort, por ajo e kullandriste shtëpinë, ajo mbante llogarinë e shtëpisë, aty vinin rrogat edhe të prindërve të mi edhe pensionet e tyre dhe vendoste do blihet kjo, do blihet ajo, pra kishte një rol udhëheqësi në shtëpi. Kjo ka humbur sot. Domethënë, këta pensionistët e sotëm, fëmijët mund të kenë në emigracion apo mund të kenë që kanë lëvizur në një shtëpi më vete, dhe kjo vetmia që ti përmende, edhe kjo përmbysje e pritshmërive që ata kishin për moshën e tretë, do të jetë goditse edhe sfiduese, qoftë edhe shpirtërisht. Po, është mos e vërtet. Domethënë shoqëria jonë ndryshoi shumë shpejt formën, trajtën dhe mënyrën e funksionimit. Dhe për këtë arsye ne nuk ishim të përgatitur për të, si për çdo gjë tjetër, që të bënim një tranzicion më gradual dhe le të themi më pranues. Ndaj në gjykimin tim, të moshuarit sot janë ata të cilët le të themi po përballen me goditjen ose me valën goditse të gjithë këtij transformimi. Është mos e vërtet, nëse ata e kishin projektuar veten që do ishin në një farë mënyrë patriark ose matriarkja e familjes, pra ata të cilët do drejtonin, do merrnin vendime ose me të cilën fëmijët apo të tjerë do konsultoheshin me ta për shkak të përvojës dhe të dijes. Sot ata e kanë nuk janë më në të tilla pozita dhe nuk projektohet më njësoj.